të dhemi brinjët. Ndihem sigur është faja im që ajo gjë i ndodhi Malborës. Malbora nuk duhet të kryej sfida fizike për një periudhë të caktuar, kohore, a mendoni se do të ishte i drejtë kthimi i saj në garë? Malbora përfiton dhe i shkon mirë ky muhabet, mund vritem edhe ne. Të tjerët presin që ta delegojnë me një herë jashtë. Mos bëjmë sfida, e thon fare rrim gjithë. Mendoj që do ketë edhe nga ata njerëz që do flasin në përcep, ajo. Sigurisht, jo përfiton, po i rrezikon tjerët. Mua më prish punë sfida me atë, absolutisht që do reagoj. Nuk është i drejtë që dikush tjetër pas sfidë, tralala, Nuk më duket i drejtë që dikush që nuk kryen sfida të jetë 2 javë. Malbora është mirë. Tunja tjeta. Ti më ve një kusht, unë të ve një tjetër. Kam frikë se do të ndodhë. Nëse ajo nuk do t'jetë e zonja vetes, për gjatë. Që kjo është për shembull një gjendje për një javë dhe ne jepim 10 ditë, i ka dhe 3 ditë ta ketë halal. I ka kështu. është favor nga i cili mund të digjet dikush tjetër dhe pse duhet digjet dikush tjetër. Dhe nëse ajo brenda javës bëhet mirë, ne nuk e falim. Është publiku që voton, po dhe një publik nuk besoj që do ishte shumë i atraktuar pas një personazhi që nuk futet në sprov. Unë jam për po që Bora të kthehet. Dhe nëse ajo nuk do ndihet mirë që nuk është pjesë, e zgjidh vetë ajo. Mendoj që do t'i dinkojë më shumë asaj se sa gjithë njerëzve këtu. Se kemi ardhur për të bërë diçka këtu. Nuk kemi ardhur për se hap. Ke kaq ditë të shërohesh, por pas u shërove pastaj ça, budalliqe. Unë e bëj këtë sfidat e Borës. Nuk bëj sfida për asnjëri tjetër përveç se për vetën time. Nuk duhet harroj dhe me që njeri, vetëm për këtë periudhën që si e mirë, pastaj jeti drejtim vet. Po, ka rënë me bri, sa unë e Nëse ka me bri, nuk është mirë rrin shtëpi. Po se jo, thoni të vi apo mos vi, po mos i jepni ditë, se se dinë, ajo mund të jetë smur edhe 3 muaj, pse ne do ta marrim kurriz. Nëse ajo bëhet mirë për 10 ditë, më tepër s'ka. Ata kanë përcaktuar tani dhe afatin kohor. Do të thotë që mbas 10 ditësh duhet marr pjesë në sfida, se për ndryshe dal nga loja. Edhe ajo duhet kuptoj që këtu nuk është se është një garë humanitare. Nëse është dikush që nuk do donte të ishte në këtë situatë, është Bora. Malbora është shumë mirë se nuk ra prej katit 5 për Po pra. 1 gjysmë metri të rënit. Njeriu ka edhe limite. Kjo jam unë. Po bazë unë jam gabim. Kur kam filluar këtë rrugtim, premtimi që kam dhënë vetes është që ti nga ky rrugtim ke të dalë në dëshirën e publikut. Malbora, këto ishin disa nga reagimet e miqve të tu, e fermerëve të tjerë. Çfarë ndjesie të krijon tani teksa i sheh dhe i dëgjon? Natyrisht nuk më vjen mirë, sepse kam pritur që ky incident të gjykohet ndryshe, por nga ana tjetër dhe e kuptoj këtu në fund të ditës ose at the end jemi në një lojë, por unë do kisha shumë dëshirë të them dhe pikpamjen time. Atëherë edhe para dhe pasi mua ndodhi aksidenti dhe unë kam pasur dyshimet e mia dhe kam menduar, kam biseduar, natyrisht dhe me produksionin dhe me mjekët e të tjera dhe ka qenë për mua absolutisht e qartë që unë në këtë garë nuk dua të marr pjesë si paciente, por si një pjesëtare dhe barabartë me të tjerët. Kjo gjë mund t'i ndodhte edhe të tjerëve, unë do ta kisha pritur më ndryshe, por pranoj natyrisht edhe mënyrën se si e gjykojnë të tjerët. Unë, siç e keni parë dje, duke njohur dhe veten time, e di çfarë personaliteti kam, çfarë karakteri jam, dhe e di fare mirë që unë e dija që unë nuk jam person që përfitoj nga të tilla gjëra. Përkundrazi, unë që dje kam filluar të angazhohem me punë të shtëpisë, unë sot mëngjes kam veshur rrobat e punës, unë jam rikuperuar dhe unë do të marr pjesë në këtë garë deri në fund, derisa të më nxjerrë publiku jashtë. Nga ato që dëgjove, kishte ndonjë fjalët e të cilit të lënduan, nuk i prisje, të zhgënjyen? Faktikisht, unë jam ai personi që është gotë, unë mbaj mend ato fjalët e mira që më gëzuan shumë. Nga Ola nuk e prisja reagimin, prisja një reagim tjetër, për shkak sepse mendoj që ajo mua më jep pak më mirë se disa
Të tjerë, tani duhet të shohë në rap. Moza shumë e rept. Do t'ja përgjigje. Unë kam këtu dy krijesa që i dua shumë të dy. Një përballë dhe Jesse Brandin, të dy këta. Tashti këta po luftojnë të dy për një javë. Ty të dhash 10 ditë. A e kupton tani? Këto po luftojnë për një javë sonte. Moza nuk është diçka e barabartë, për shkak sepse ato kanë ardhur në një nominim, për shkak sepse kanë qenë më pak të votuarit. Dhe në ato nominim, ti zgjodhe të bësh 2 çifte dhe ata nuk e fituan sfidën. Domethënë, nëse unë futem në nominim është diçka tjetër, po unë pata një aksident. Dhe po flasim, për shumë po t'jap një shembull. Nëse ne jemi 2 teams, në asnjë tim nuk janë njerëzit barabartë të fortë, sepse kanë aftësi të ndryshme. Në patëm bashkë një sfidë, për shumë dhe ka rastisur Jonida që zbriti e para, sepse nuk ishte mjaftueshme e fuqishme për ta bërë sfidën. Jonida nuk ka në një kompleks, domethënë, kjo ndodhi, mbas Jonidës zbrita unë, duke dhe Indri ka zbrit nga ana tjetër, ishte edhe dikush tjetër. Domethënë, ka lloj-lloj sfidash këtu. Nuk ja vetëm sfidat fizike, unë mund të merrja pjesë në sfidat që ku janë me pyetje, kreative. Unë dash një opsion. Që ti të bëje punët e shtëpis dhe gjëra që nuk ishin të sforcuara, nuk ma pranuan. E dhash të opcion, pra që ti t'ishe gjatë gjithë kohës me ne. E dhash opcionin tjetër që kjo do vari se si do shkonte nga votimet. Jo më thanë sepse këto sfidat janë themelore për caktimin e suris, do me thënë procesimin të fitores të njërit apo tjetrit, që nuk mund të përjashtohesh. Dhe i vetëmja disa thanë një puntat, ose një prime, harova, prime, 2 prime, 3 prime, u bë do me thonë, prit, kur do t'a vesh agrimin, se u bën 2-3 prime, kuptonë se edhe në grim, 2 prime thanë, unë dhash 10 ditë, 3 prime. Fabiola. Se unë nuk ka... Mund të flas pak me Malborën, sepse bashkë e di që kemi një marrëdhënie tjetër, ndryshe me fermerët e tjerë. Unë nuk mendoj që kam thënë diçka gabim, nuk ndjem se kam thënë diçka gabim, absolutisht. Unë kam shumë besim të Malbora, normalisht që, siç e thash, nuk ka pas në një edia që do kthej shumë mirë, falë edhe kujdesit mjekve, edhe Malbora është e fortë, por që këtu jemi për sfida, edhe është e pa drejt që unë e para nëse do isha në vendin e Malborës, nuk do kisha pranu që t'isha në një garë, edhe unë trija në hije edhe tjere të sfidonë, të bënin ato sfidat e buxhetit nominimit. Unë e njoh shumë mirë Malborë, me shumë mirë, njoh një javë, mjaftueshëm, por që kjo është mendimi e kuptoj. Atëre, unë këto mendime i kuptoj absolutisht, edhe është absolutisht e pranueshme që pjesëtarët tjenë mendime që shikone. Nuk mund pranojmë do dikoj që nuk mund t'jeti barabartë me ne. Por, të gjithë këta njerëz, në radhë parë nuk më kishin takuar mua, 1. E dyta nuk dinin gjendjen time, 2. E treta nuk kishin të paktën të kishin jetuar 2-3 ditë me mua për të parë që thonë shiko, kjo vajzë nuk po rikuperohet dhe ne nuk e pranojmë dot këtë gjendje. Por, i dhanë mendimet pa ditur se si është situata. Kjo më jep mua për të kuptuar që është këto lloj situatash janë sebebe shumë të mira për të larguar dikë nga gara dhe për të përfituar. Në rast përfitojnë të tjerë dhe është nga gara. Ne na erdhi një letër që thuaj që ti je mirë, që është gjëra më e rëndësishme dhe që u gëzum gjithë. Pjesa tjetër pastaj, siç e dëgjove kur e lexoi Adi, ishte që sa do vazhdoje ti të merrje një lloj imuniteti, le të themi, në varësi të gjendjes që ishte. Dhe video e ime vazhdonte dhe thuaj, unë si tip nuk i bëj kur dhe nuk uroj për tjetrin atë që nuk do doja të ndodhte mu. Po ti isha në vendin tatë se mund larg qoftë mund në ndodhi gjithve, se rob gjallë jemi. Unë do isha i kënaq për 10 ditë dhe besoj që të njëjtën gjë do bëj edhe ti që në momentin unë për veten time, në momentin që nuk do e shifsha që mund të vazhdoja, nuk do e zjasja më shumë se 10 ditë dhe besoj jam fare i sigur që edhe ti do bëhet njëjtën gjë dhe do e kisha lënë vetë nëse nuk do isha pra imuniteti prej 10 ditësh, kështu e logjikova unë. Më fal, pse mendoni imunitet prej 10 ditësh? Mos pjesëmarrja në sfida, mos pjesëmarrja në sfida, në vend që të çojë në imunitet, në fakt çon direkt në nominim. Ti nuk e bën dot sfidën,
dhe ti je në nominim. Nuk e kemi kuptuar shumë. E kuptoj që nuk e keni kuptuar ashtu, por në qoftë se do të kishit patur pak vëmendje dhe do të kishit bërë një analogji me spektaklin e kaluar, ju e pat që ata që humbasin sfidën shkojnë në televotim dhe është publiku që vendos se cili prej tyre pastaj largohet. Po ne e morëm me që gjendja ishte jo e zakonshme, e morëm që... Më falni, por që na e quan letrën kur gjërat që kanë të tilla? Por na provokuar, për të parë se sa të dashur. Ne reagum bas informacionit që kishim. Mirë se erdhe në reality show, Moza, këto ndodhin zakonisht. Të thuj, po ne reagum bas informacionit që Pyetja ka kishim. qenë shumë e qartë. A jeni dakord që Malbora të kthehet? Ju ka pyetur asnjëri për një afat, për cilën afat? Ka pyetur. Sa di unë? Po ju lë pak me njëri tjetrin, kthehem pas pak te kjo. Gjithsesi, Visi desha të ja përgjigjem. Ka pyet për afat. Atëherë, unë absolutisht, ajo që thaj ti është absolutisht shumë e drejtë. Unë po t'isha kthyer në garë dhe po ta kisha parë veten, jo mjaftueshëm. Nuk do e kishe vazhdu. Unë vetë do ta kisha lënë. 100%. Se para shëndetit tim, unë nuk vej asgjë. Por, do kisha pasur dëshirë që ju, para se t'jepni ato komente që unë dhash, të paktën më kishit dhënë shansin, t'isha e pranishme këtu dhe të kishit parë gjendjen time. Ne na thanë që je shumë mirë. Po si jam shumë mirë Për sfida fizike, jo. Tash e di për mbajtjen e letrës apo? Po e dëgjova unë. Se dëgjova pra. Tjetër informacion na erdhi neve, tjetër informacion pastaj u plotsu Unë vam 10 ditë dashuri. Unë për veten s'po gjej një ditë. Unë të dham 10. Ka që pa ngopurje? Pritshmëria mund tjetë e madhe? Moza, tani mos ta kthejmë ka që pa ngopur jam, sepse ditët mua këtu mi jep Agai dhe publiku. E po shkoke Agai zonjë... Jo, unë të Agai jam. Unë të Agai jam, Moza. Të Agai jam. Për të ankuar. Unë nuk jam shpinë tonë dhe këtu. Shu që unë të Agai jam. Jemi shpinë tonë. Po pra? Po pse thua shko të Agai? Po që të them për të ankuar? Unë të Agai jam. Mos u ankoke se ti dham 10 ditë. Unë nuk po ankohem. Unë po pyes dhe ne po diskutojmë. Thuaj faleminderit mirë, faleminderit shumë. Unë nuk them faleminderit fare. Jo, as një ditë. As nesër do shkosh në... Faleminderit nuk them, fare. Sepse unë kam të drejtë të marrë pjesë në këtë garë. Sepse dhe kur jam larguar këtu, jam larguar me të gjithë protokollin e mundshëm. Do rrezikosh brinjtë e tjera, kaq po të them. Jo, brinjtë e tjera nuk i rrezikoj unë, se i kam të mijat. Fare faleminderit për 10 ditë. Ti më nësi. Po pra ky është problemi që Bora s'është e kënaqur me 10 ditë, ka dash 3 muaj për shkak. Kaq smuni Jo, me nuk e kuptuat. Unë kam dashur që ju shikoni një gjendjen time, pastaj të vendosim. Po na thanë një shumë mirë. Që je shumë mirë. Na thanë një shumë mirë. Në rregull. Se sta e pranun, po ti thoshim ne ta shohim një herë, nuk na lejshin ashtu. Tani unë dash mendimin tim. Jo, krejt në rregull, do ta bëjmë mohabet. U ka myll. Unë e dëgjova atë që thati, unë dash mendimin tim, për atë që dëgjova, besoj që kam të drejta ja. Pa vazhdojmë se për atë punin. Për mua nëse pretendon që ne të jepshim më shumë ditë ke gabim, sepse edhe kaq ishte shumë, domethënë 10 ditë është shumë. Do na falenderosh shumë, do na puthosh, do na shtrosh i darkë. 10 ditë. Ne që po luftojnë sonte për... Se unë s'kam kënë taj debati, po këtë me të pyet vetëm i gjohë kam, se unë nuk isha aq present. E ke thënë faleminderit këtyre njerëzve për ditët që ti kam dhënë? Jo. Jo, pra, jo. Sepse di pse të them drejtën e shpirtit tu është lojë, pa çka çdo gjë tjetër. E kupton? Unë për veti, ti që në rastin të në rrodë, por kisha pyet veten, a është e drejtë që unë të futem kështu në përë? Po këto 2 ditë që kemi, qa ka munguar ty nga unë këtu si pjesëmarrëse, që mua më duhet më mungohet. Ne nuk të kishim shikua akoma ty si je, ne kishim një letër parë, e kupton? Kishim vetëm një letër, nuk e dinim. Edhe sot që je kështu po them ti, a e pyet veten, a të duket e drejtë që të hysh me diçka që banorët e tjerë do e bëjnë për ty, që nuk ishe deri diku të thonë se e barabartë. E pyet veten në herë. Unë kam hyrë e barabartë, përsëri. Nuk ishe pra, se ne do bësh, jo kur hyre. Kushtë të thati që si isha unë? Kushtë të thati? Letra. Letra thati unë jam shumë mirë. Po jo, kërkote le për ty, që ne me bas sfidat për ty. Letra thoshtë e shumë mirë, por doktorët thonë që ajo mund mos e përballojë me sfidat fizike. Dhe ju si mendoni, thoshte letra. Mund. Malbora. Ju si mendoni, thoshte letra. A mendoni të kthehet dhe nëse të kthehet për një afat të caktuar, sa? E të pydo diqka tjetër, i kam thonë, në Sonja bëj sfidat Borës, edhe eliminohem nga sfida, kush rrezikon? Unë të Malbora rrezikon ti tha. Me thonë drejtën unë du fort, po, me rreziku veten, për dikë tjetër këtu nuk munem. Unë kam vendosur t'jap opinione për ato që dëgjoj, për asë gjë tjetër si dëgjova shumë. Atëri lutem më mësoni lidhjen me firmën.